Mirëmëngjes njerëz. Aty nga viti 1924 apo 25 mos gaboj, në Vlorë ka qenë një kryetar bashkie që i quhej Nureddin Bej Vlora. Pinjolli i familjes Vlora, padyshim aristokrat, njeri i jashtëzakonshëm dhe një luftëtar i jashtëzakonshëm. Nureddini e mori bashkinë e Vlorës në një kohë kur pra kjo bashki pësoi disa ndryshime në kuptimin që pati edhe një plan rregullues për qytetin, pra Lulishten ku është sot e kështu me radhë, në qendër të Vlorës. Por ka një veçori sepse Nureddin Bej Vlora pagën e tij të gjithë periudhës që ai ishte kryetar bashkie nuk e mori. E ndau ato familjeve të varfra të qytetit, disa familje të varfra të qytetit. Dhe kjo gjest padyshim ishte një akt human, por lë gjurëm sot, sepse kur shikon që kryetarët e bashkive të Vlorës, apo dhe kudo, janë aty për të vjedhur, me babëzinë e tyre dhe me arrogancën e tyre nuk përgjigjen asnjë kërkese të qytetarëve për problematikat që kanë, Nureddin Bej Vlora mbahet mend edhe për një gjest të jashtëzakonshëm human. Një ditë, duke shkuar në punë, në një cep të një pallati apo një banese, gjen një zonjë, një grua me një fëmijë të vogël e cila me sa duket kishte kaluar natën jashtë. Nureddini e pa dhe hoqi xhaketën e tij, nxjerr nga xhepi një, mund të themi, diçka floriri, nuk e di çfarë ishte, dhe ja dhuron zonjës që ajo të shkonte të blinte diçka për fëmijët e saj, për fëmijën e saj. Dhe Nureddin Bej Vlora sot fatkeqësisht nuk kujtohet fare. Jo ai, por dhe shumë kryetar bashkish të tjerë, të cilët kanë qenë të jashtëzakonshëm në ato vite të vështira padyshim dhe që kanë drejtuar bashkinë e Vlorës. Nuk diskutohet sot që Bashkia e Vlorës është kthyer në një organizatë ose më saktë një grupim kriminal, dhe ju e pa çfarë ndodhi në skel. Ndodhi ajo që është e tmerrshme, ku një hotel aty mori flak dhe turistët u hodhën nga balkonet, u hodhën sepse ai hoteli aty, pra ajo banesa ose ai pallac, ai apartamentat ishte kthyer në hotel dhe nuk kishte dalje emergjence. Dhe kjo nuk është punë që duhet ta bëjnë qytetarët, por është një menaxhim që duhet ta bëjë bashkia. Dhe njëherë ju uroj një ditë sa më të bukur.